Interesimi për sfidën kualifikuese të Shqipërisë në Serbisë me 7 qershor është i jashtëzakonshëm. Vetëm një javë pas hapjes së procesit të aplikimit për bileta, platforma zyrtare e-bileta ka regjistruar mbi 50.000 kërkesa, duke dëshmuar etjen e tifozëve për të ndjekur nga afër këtë përballje të zjarrt në arenën kombëtare. Sipas rregullit, çdo person mund të aplikojë për 4 bileta. Për të mbuluar këtë kërkesë më të madhe, do të nevojiteshin 200.000 vende në stadium. Me fjalë të tjera, do të duheshin rreth 10 stadiume arena kombëtare për të kënaqur të gjithë aplikuesit. Arena kombëtare ka një kapacitet për 22.500 vendesh, por për vendet e organizuar nga UEFA, maksimumi i lejuar është 21.500 bileta. Me përjashtimin e tifozëve serb, të cilin nuk do të jenë të pranishëm në stadium, pritet që kapaciteti të jetë në dispozicion për të gjithë tifozët shqiptar. Procesi i aplikimit vijon deri më 30 maj, ndërkohë që më pas do të zhvillohet dhe shorti elektronik për përzgjedhjen e të gjithë tifozëve që do të kenë të drejtën e blerjes së biletës. Të përzgjedhurit do të marrin një link unik për pagesën e biletave nga 30 maj deri më datën 2 qershor.